marrin, kjo nuk funksionon. Prandaj gjithë në çdo vend botës, siç edhe kontrolli lart i shtetit, mbasi bën auditimit, nuk i mbyllej çështjet, ja kalon prokurorisë. Dhe Komisioni Zgjedhjes duhet ta kalonte në prokurori këto çështje, si ka kaluar. Edhe këto çështje që ka marrë prokuroria, që kanë bënë me sigurinë kombëtare, nuk i ka marrë përmjet Komisionit Qendror Zgjedhje që duhet të mirë të përmjet tij, sepse është i vetmi institucion që bën auditimin. Vetëm për të parë se do është marrë nëpërmjet politikës. Se kam dhe çështje, duhet marrë një koment fundi se jemi në limite, zoti Meçi, në raport me iniciativën të marrë nga ish-deputeti i Partisë Demokratike Saliani për të krijuar kështu një lloj foltore e takimit me gjithë demokratët në rreth. E shikoni si një iniciativë që mund të rezultojë pozitive apo e ka të humbur përpas Sali Berishës? Do të thotë, çfarë nuk kuptoni pozitiv, sepse ka element pozitiv. Pra mund të rezultojë në kontekstin, po themi, në një përfundim, kur e them pozitive, mbështetje maksimale duke bërë zoti Berisha që ndoshta edhe të rriqet në moment të dytë nga drejtimi i partisë, se ndryshimi i leadershipit? Tani ne sapo kemi dalë një proces përçarjes Partisë Demokratike që u inicua si procesi më përbashkues dhe po vazhdojmë në përçarje sepse ai përbashkim i përçarjes nuk solli më përbashkim, po solli përçarje pas përçarjes. Pra kemi procesin Basha Berisha. Ju e pati që për të futur në parti duhet të bëjë kongres, duhet të bëjë këshill kombëtar, duhet të provojë dhe duhet të bëjë pastaj edhe një gjyq që ishte gjyqi i Vulës. Ju mendoni që Saliani do ta bëjë një gjë tillë? Nuk ka mundësi ta bëjë. Sepse pronari i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Dhe këtë skemë që po shohim tani, Sali Berisha ka 30 vjet që nuk është i pari që po ndeshet. Por që të marrësh Partinë Demokratike në formën siç pretendon Saliani nuk realizohet. Gjë pozitive e Salianit është fakti që po dëgjohet përfundimisht edhe një zë brenda Partisë Demokratike që po e dhe pikën mbi problemin që ka Partia Demokratike. Dhe problemi që ka Partia Demokratike, e cila përsëri nuk partikulohet e qartë, e saktë, por vazhdon të jetë me frikën e madhe të artikulimit, askush prej tyre nuk po thotë që problemi i Partisë Demokratike quhet Sali Berisha, po thonë problemi është Vokshi, problemi është Bardhi. Nuk janë këta problemi. Në qoftë se këta persona pretendojnë që këta persona janë problemi dhe duhet vinë këta të tjerë të zvendësojnë, kjo nuk quhet lëvizje. E në qoftë se këta dalin absolutisht qartë si çfarë, të prodhojnë një komision i cili të bëjë reformimin në themel Partisë Demokratike, dhe kjo të mirë pranohet nga Berisha, por edhe kjo gjë ka rënë, sepse Berisha sot, jo vetëm që është palli armikët. Atëherë jemi në kushtet e përçarjes të mëtejshme të demokratëve. Është një lëvizje e cila është produkt i përçarjes së parë. U bë përçarje e parë, përçarja e parë është. Tani Sali Berisha në kushtet e domosdoshmërisë të tij për të kthyer dhe për të mbajtur me do e mos Partinë Demokratike si një aset të tij për të mbrojtur vetë dhe familjet, po vazhdon të prodhoj konflikte dhe nuk do jetë i fundit ky. Sepse fakt pozitiv është që brenda Partisë Demokratike demokratë jo të pakët po kuptojnë që problemi i vërtet në marrjen e pushtetit nuk është as Bardhi, as Vokshi, as Noka, por është praktikisht Sali Berisha. Dhe këtë gjë, ata i shohin si domosdoshmëri nëse duan të luftojnë për të marrën pushtetit dhe nëse duan të rrëzojnë Ramën. Përndryshe, çdo gjë është lëvizje në ajër dhe natyrisht jo se është fitimtar, sa është humbës, edhe në këtë rast Berisha. Po Partia Demokratike do vazhdoj të shkërmoqet dhe në fund fare ta humbas përfundimisht mision e vet. Pa pretenduar se unë kam kohë që kam thënë që e ka humbët mision të qendrit opozitar. Faleminderit shumë zoti Meçi, profesor Kume, faleminderit keni se do kisha në program. Mirë, ne do shkputim tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, do takohemi sërish së bashku vetëm pas pak.